Zbulohet organizatori vrasjeve të shqiptarëve në Ekuador, krau i djathtë i Dritan Rexhepit. Sipas mediave në Kolumbi, Dritan Rexhepi lëvizi midis Bogotas dhe Santa Martës. Sipas medias në Venezuelë, në gusht 2022, ai themeloi kompanin HKG kolumbian SAS në Medellin. Në të njëjtën kohë në Kolumbi ndodhej edhe një tjetër figurë kryesore, kompania Belo kosovari, Remzi Azemi, i cili është arrestuar me Rexhepin në Ekuador në 2014, por u lirua 3 muaj më vonë. Ai mori përsipër koordinimin e dërgesave të kokainës në Guayaquil dhe u bë krau i djathtë i Rexhepit. Azemi gjithashtu urdhëroi ekzekutimin e shqiptarëve të tjerë që përpiqeshin të krijonin grupe të pavarura për eksportimin e kokainës nga Guayaquil pa miratimin e kompanisë Belo. Sipas inteligjencës europiane, Azemi përdorte përkohësisht një automjet të blinduar me targa GSU 2041 regjistruar me emër të Catherine Paulo Ospino Fernandez, partnerja e Rexhepit. Ospino Fernandez ishte aksioner dhe president e kompanisë e cila merrej me turizmin deri në korrik të 2021-shit, kur Rexhepi tashmë ishte aratisur në Kolumbi.